Angjelusha Salihu në kurbet, kështu po e heq mallin për motrat. Këngëtarja e njohur e muzikës popullore, Angjelusha Salihu, pas martesës me mërgimin ka nisur një kapitull të ri të jetës së saj larg Kosovës. Çifti ka zgjedhur Zvicrën për të ndërtuar të ardhmen dhe tashmë janë duke punuar me përkushtim për të krijuar një shtëpi të ngrohtë të përbashkët atje. Por, ndonë se jeta jashtë vendit sjell mundësi dhe horizonte të reja, largësia nga vendlindja dhe njerëzit e afërt nuk është as pak e lehtë për Engjin. E rritur në një familje artistësh e me lidhje të forta familjare, këngëtarja shpesh e shpreh mallin që ka për prindërit dhe motrat e saj. Së fundmi, përmes një postimi në rrjetet sociale, Engji ka ndarë me ndjekësit një moment të thjeshtë, por shumë domethënës për të. Bisedë me video me motrat e saj, njomzën dhe gresën. Në këtë mënyrë, ajo ka treguar se edhe pse kilometrat i ndajnë fizikisht, lidhja e tyre mbetet po aq e fortë dhe e pandashme. Ky gjest ka ngrohur zemrat e fansave, të cilët e kanë përgëzuar këngëtaren për sinqeritetin dhe dashurinë e madhe që shfaq për familjen. Për Angjelushën, duket se teknologjia është bërë ura që e mban të lidhur me njerëzit më të dashur, duke ja lehtësuar sadopak mallin e kurbetit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.